Premtimi më konkret ka qenë 20 shtatorit vitit 2023, pikërisht 10-20 metra më larg. Po zëvendës kryeministre e vendit Belinda Balluku erdhi dhe premtoi ndërtimin e rrugës. Unë për vete isha dita aty dhe falendrova si zyrtarja më lartë që ka ardhur. Edhe ajo tha që unë do të ndërtoj me ndihmën e FSHS-s. Në të moment e bashkisë i ka thënë që ti që u tregova kaq bujare me ndihmën e FSHS-s, lotin e parë që nga autostrada atje këtu të shkollë, deri te shkolla do ta bëjë bashkia. Pra premtuan të dy paralel. Po, paralel, po. Kush ta bënte më shpejt? Jo, unë një lot do ta bëjë. Dhe pikërisht për këtë lot u hap edhe tenderi. Ja. Ha, do më thënë, deri këtu ku jemi ne, është bërë tenderi. Po, jo, u raportu tenderi. Ja e kam. Po çfarë pati pastaj u anullua? Ja ta sqarojmë. Po? Ja ku keni. Objekti përcaktues programit të rekonstruksionit rrugës Miqma Mësuroj. Po? Autoriteti kontrollues Bashkia Kukës, fondi limit 108 milion lek. Po? Data publikimi 6 gusht 2024, ora 17:03 minuta. Viti 2024, koha zhvillimit tor. Ore, këte kuptoj unë se e shoh. Po. Paret ku ikan?